dy fjalë për t'i matë dhe fillore të luteshe. Blasfemues! Përmendjet e sëmura ka të posaçëm. Nuk merrem dot unë me. Zgjuve dhe një nga gjumin. Po çam. 7 mallkimet e Zotit do ndjekin ty. A ke qut? Jo me mua. A ke qut? Fshinje bukur në dritare sa herë të shoh, pranë të kam por larg më qëndron. Oh, mos rri si las. Jo, nuk rri si las, nuk venja si las. Do kështu. Nuk më jep dashuri. Unë të sjell para, të mjafton do dhe dashuri, korosi në familje. Vazhdo rrugën, se janë krenar për ti. Dhe një çokoladë ke nga mami që të do shumë. Sa ka pa Laerti. Se Laerti është edukur dhe nga Margarita shumë, që ishte shumë e zoja, ajo me i dhanë talent, a i na pagoj me talentin e ti. Dhe faleminderit ati që më ka kujtu gjithmonë me simpati. Si artist e personaliteti zëshëm, për promovimin e krajinës së Leskovikut, e shpall zotin Laert Vasili, qytetar nderit. Urime Laert! Laert, kemi disa pyetje. Një nga pyetjet, ndoshta edhe një përgjigje, po unë se kam parë përgjigje në vend tjetër. Bëhet e ti. Ora me këtë Valbonën. E dia. E dia mo? Patjetër. Me këtë Valbonën e kishe. Unë kam përshtypjen që minimumi para atit tim shpirtëror do jepja një përgjigje, kështu ju fol. Tani, dy pyetje në një. Në fillim kam përshtypjen që simpathise. Pastaj e pe që simpatia të krijojë lojë dhe e vazhdova. Është kështu apo është komplet ndryshe? Shiko, se shife që me njëri tjetër në sy me një intensitet shumë të habitshëm. Me që kishte sy të bukur, i ka sy shumë të bukur, unë kam debulesë. Mos po ke një do të kollaj se emërizor. Jo, patjetër. Në thelb. Jo. Po unë që unë kam debulesë për sy të blu, ajo tashmë dihet. Enida kujdes. Do vëlente. Enida kujdes, po. Jo, shiko, atje ishte një situatë e cila vërtet shumë lehtë një miqësi mund të dekryptohej ose të lexohej si dashuri, por nuk ka qenë ashtu. Ka qenë një njohje, ishte një pëlqim, një miqësi e cila më vonë pati oscilacionet e veta, po sidomos nga luhatjet e humorit që kishte njeriu që kisha përballë dhe kur nga vllai i madh mu dha sfida 2 lojtarë në një të zhbëheni apo vazhdoni, mora vendimin që të ishte secili mbi shpatullat e veta dhe askush mbi shpatullat e tjetrit. Na ndodhi pak vonë. Po ju rinit nuk e kisha pa njëherë për shkakun se s'jam kështu voyeurist që të shoh të tjerët çfarë bën në këto momente dashnisë, po ai do Big Brother të bën voyeurist me zor. Dhe ju ri shikoshit me njëri tjetrin kështu. Atë shifte ty, thoshe Laerti është Laerti, ti e shifsha atë dhe... Dhe qëfar të ja? Qa nuk shikoja atë... Jo, a e me shikon, e shifja, vetëm shifja. Transmetonit e energji, po s'bërët gjë tjetër. Se po të bërët do të gjë tjetër dhe kujt djetë, po kishe shumë energji tani, gjitha ishte loj kjo... Jo, s'ka që ndonjërë, loj, nuk ka që ndonjërë loj. Po edhe dashuri e shmundur nuk ka qenë. Po s'tash, e shmundur, po. E pra. Nëse, Laerti që kur hyrë, ju me një vesh ka dashuria, u s'mar vesh ka dashuria, juve që me një vesh, Laerti që kur hyri, për një e furishme që tha që haroj. Kështu tha, ka pas një... E ullëm më të si. Vazhdoni, Goca, vazhdoni, si ju me një vesh. Që kur hyri Laerti, deklarove që unë këtu nuk ka marrë për gjithë grua. E vërtet është. Se gruan e kam. E gruan e ka? është përballë. Unë nuk di gjë, po gjithsesi. S'ka gjë, mo, di mamaja. Do me thënë ti Laert, do marrësh atë që zjedh në najote, si përfundim. Pa tjetër, mo. Mamaja ka më shumë tru se unë, shiko. Unë 120 dit aty për poqa, vu asgjë. Vjen Rebeka në studio, sa ka pau Laerti, tek batut, është bërë lajtmotiv në gjithë Tiranën. Ma dje më erdi një mesazh nga shqiptar i Londrës. Tha, o vlla, tha, na e përkthej një çik, çdo me thënë, tha, se tani që takohemi nuk i themi më haj njëri tjetrit, i themi sa ka pau Laerti.
Qa do me thënë? I thash të dua Laerti. A, tha, do me thënë gjithë shqiptarët në Londër i themi njëri tjetër të dua Laerti. E kam mesazhin këtu. Jo, e marrë me mend. Po. Kështu që, pse mos ta dëgjosh Rebekën, sinqerisht? Rebeka duhet marrë një çmim edhe nga Akademia e Athinës, mendoj për këtë. Logjikisht, po. Logjikisht, po. Merre me Do ta thrasin, ta promovojnë. Do më thënë, nga kolonitë gjenerale. nëse shqiptarët nëpërmjet Arvanitasve në Greqi lanë fjalën besa, e cila nuk ka përkthim në greqisht, madje dhe sot e kësaj dite kështu thuhet. Besa i thon njëri tjetrit, pra ma jep fjalën, kështu thon. Kështu edhe në Greqi akoma sot? Për sot flas, po patjetër. Si thon besa? Besa. Ama jo. Se dia, sinqerisht. Thon besa. Rebeka la në shqiptari fjalën Sagapau Laerti. Nëse Laerti, ti për çfarë do ta mbaje veten në këtë Big Brother? Për historitë të dështuara të njohjeve, le ta themi, apo të flirtimeve, për njohurit sigurisht të pa perceptueshme që ti i kishe dhe i shfaqe aty, qoftë edhe me testet që ata bënin her pas here, edhe nga njëherë dhe i shtangje nga përgjigjet e tua, apo do kemi një Luis të dytë i cili del nga Big Brotheri, bën para, bën emër, bën fam. Jeti ky? Mua emri me L më fillon, po nuk vazhdon me uj. Me L do më thënë fillon dhe Leku dhe Leftaja. Po kështë fjarë për L, këtë lloj e kisha. Fillojmë tash të tapim fantazin me gënë. Po ma e pyte për para, mo? Jo. Me L fillon emri, thotë. E di, po. Tani më tepër paguajnë me euro, zhej, kështu që eja është më e rëndësishme. Okej. Si inicial. Gërma jote e dytë, emri. Jo, e treta. E nitës, me e fillon e nitës. Prandaj. E ka ndarë. Kështu që Po Nida, po thoni gjë se tani... Jo, vetëm se ka rënë, po mendoja, edhe euro ka rënë në qikë, kështu që... Filloj kjo muhabet me sy për qelli. Kësi... Do vërlente, theti. Pse do vërlente? Pse ti do t'i shmangesh energjisë të transmituar me anë të syve? Jo, do vërlente ti bëj blu, tha. Lentet ishin për t'i bërë blu. Ishin për ngjyra, bëj për shtatesha për qëshmërisë. Ishte me thellë. Pse më duke më gjithë më ka gjithë blondë, më duke s'kush me sy blu. Po ti shoh, si ke blu? Unë i kam të zinësit. Nuk i kam parë asnjëherë. Jo, po e di unë që i kam parë, dëgjoj mua. Po ti ku? I ke parë me tendencë, unë i shoh pa tendencë. Dëgjoj, në 120 ditë për shumë sy aty. Unë jam akuzuar që, po Rebeka që më thoshte, po ti pse të thonë që filtron? Qarë filtroje ti brenda? Flirtoja, mama, flirtoja, jo filtroja. Do më thënë se nuk përpisha të filtroja mendimet, po kështu u akuzova që flirtoj. Jo, më jo, Anduena, shiko, do bëjmë... Zakonisht, kur dali nga Bigu, nuk vinë më në për studio. Kjo është ideja. Shfaqe në për koncerte, me shumë para, në shumë prive, e të tjera, e të tjera. Ku je lërë se si shëm plan, ku je? Në koncert... I në shtëpi? Në stup, jo, po nuk jam në studio këtu, unë jam në shtëpi. Prandaj, e thash, do më thënë, tha zhej si, e di pse, na, urdhroj, shikon si është perëndia e çuditshme. Jam vonuar unë do njerë, unë si jam vonuar, e një da jam vonuar do njerë. Absolutisht, ja. Sot pa pritur vi me 10 minuta vones, edhe... 20, ishe poskajnë. 20, dakord, ja 10 reklamat. Edhe është njësoj si aji djali plank prishur që... Po që këthejet në shpi në fakt, këthejet. Gjithmonë këthejet në shpi. Dhe jo, Anduena nuk është si do mbaje mënd, a do bëj miliona, miliona unë nuk do bëj, sepse djetë që nuk, janë ca regula për shembull që nuk më... Nuk të interesojnë miliona? Jo, janë ca gjera që nuk ngjisin tek unë, nuk janë regula, do më thënë, ca promovime që nuk ngjisin tek unë. Sepse... O lërë, se imi shumë kurios më burë, se ti të bëve dhe mire pikë të vogël, pasaj fupere atë të ti, shuaj kuriositetit. Kurse në dashuri nuk kam pasur fat, e di, me gjithë për dashuri. Ke patur më fatë se shduhet, kjo është problemi, kjo e që në ki që e otë. Por, para të sa ditës, me që janë marrë shumë e geopolitikun lërë, edhe në munges të ndës të mos e shtova shumë, ishë një takim me i Donald Trumpit, presidentit Amerikan, që ti nuk e pe sa bukur hyrje, ti ke parë vetëm zgjedhje, sa hyrë 20 janar, ti ishe brënda, se një lloj burgu ishte. Brënda, jo, është më keq se në burg të pak në ke televizor. Dhe ai Trumpi tha gjithmonë që Kanadaja do bëhet pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Do bëhet shteti 51.
ta thonë jo, rrof Kanada, e nese. Dhe ullë me këtë kryeministin e ri kanades. Dhe deklarata e parë që bërë kryeministi i ri kanades ishte Kanada kur nuk do bëhet shteti 51 i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Trump i tha, never say never. Që ti, pse i bje me shemë atyre milionave? Kujt djetë, dhe mund të vinë. Të aty më shkoj bëndë, shkova deri në Kanada për ta dhënë të përgjigje. Unë të shof milioner, dhe kjo vesha, kjo e leku kuqe këto gjërat shu, të shof, me livre, kjo qëtë një livre aristokratike që ka shumë para nga mbrava. Kjo është, E mbylla unë. ti e di shumë mirë, është... Pasdoan duen ati, se ti investigon legët e lartit. Jo, është veshja Jo. nga dama me kamelje. Livre quhet. Po, me regji nga... E ke pas tu në studio, nga Luli Ozha, dramatizim timin. është momenti kur Margarit Gautier pret të dashun e saj, Armandin. Kjo është veshja Armandit. Kështu që... Lert, kur hyre në Big Brother, ti bëre një deklaratë për çfarë ke hyrë, dhe ti thej që unë kam hyrë për të shpëtuar shtëpinë time. Po. A u shpëtua shtëpia jote? Tani... Shtëpia jote e dytë, letë se apo e para? Unë kisha 2 fletë sekuestri, kanë ardhur me laf 2 fletë sekuestri për banesën time nga banka, por dhe faleminderit që ma bëre këtë pyetje. Më vjen fjalla çuditërisht, jo vërtet çuditërisht, po ne shqiptarët e kemi treguar që në rrezik dhe në nevojë ne njëri tjetrin e ndihmojmë. Është organizuar aty jashtë nga gjithë fanbase-i. Nuk më vjen keq që them kështu, e përdor këtë fjalë, po nga mbështetësit e mi, të cilët qelluan shumë të zjarrt, janë bërë disa thirrje dhe të zhgënjur pristin që unë të fitoja lojën, por të zhgënjur nga kjo, kanë komunikuar me motrën time në Amerikë, të cilën e falenderoj që nuk u tregua kështu kaq idealiste si puna ime, dhe në një numër llogarie që është hapur një GoFund, kanë filluar të mblidhen shuma të konsiderueshme që ti të shpëtosh shtëpinë të paktën për të bllokuar minimumi për të bllokuar fletësirjen e sekuestrimit dhe pastaj Zoti është i madh, si shton dhe miq tan musliman, Allahu Ekber, do Zoti e shpëtojmë. Lert, të bëj një pyetje. Uroj që shtëpia të shpëtohet, sepse ti ke qenë shumë koherent në këtë Big Brother dhe me thënë drejtën, paktën për nivelin kulturor të atyre që shihnin edhe jashtë dëshire, ishe i vetmi personazh që i jepje diçka, në kuptimin kulturor flas, pra të disa vlerave dhe të një qëndrimi të sinqert. Faleminderit. Pra, kjo është gjëja, ky është motivi im. Nuk jam për famë, se famën e kam, por kam hyrë në një sakrificë mendore mbi gjitha, duke humbur ndoshta edhe shumë gjëra tjera jashtë, se 3 muaj të prishë shumë ekuilibra, 4 muaj, 20 ditë, po. 3 nis. Duke prishur dhe raporte jashtë, marrëdhënie pune ndoshta në disa situata. Po, e vërtet është. Dhe ku mendon se ti gabove në atë lojë që ishte pa rregulla? Këtë radhë kemi parë një Big Brother pa rregulla. Apo ku mendove se ishte pika jote më e fortë në qëndrueshmërinë tënde, por që nuk të dha dot fitoren? Pse do të bëj edhe një gjë tjetër? Pyetje tjetër, po. Po, jo, faleminderit që ma bëre këtë pyetje, sinqerisht. Nëse gabova diku, gabova që nuk justifikova atë emërtim që m'ka dhënë zhe i madh, polemist, por ka diçka për të shpjeguar. Polemist në studiot ku më ka thirrur zhej, kam qenë për kauza shumë madhore, siç ka qenë çështja e shqiptarisë, çështja kombëtare, gjua shqipe, ku po shkon ky popull në zgjedhjet e tij, e tjera, apo për ti e mban mend shumë mirë gjithë emisionet që janë bërë për masakrimin që i është bërë femrës në Shqipëri. Polemist i lau pjatat
apo nuk i lau pjatat, apo e fshiu sallonin, apo nuk e fshiu sallonin, apo pastroj tualetet, apo nuk pastroj, aty jo, nuk isha polemist, i bëja vetë. Do më thënë, merja, shpesher, më thosh në lërë, gjere duke bërë punë. U përgjigja vetëm e këtë që dikush duhet të eqi plerat nga shtëpia. Dikush duhet të nxjerrë plerat jashtë. Ti e di që është thënie biblike kjo pastrimi i shtëpisë. Ka e kuptim metaforik, Berisha ka filluar e përdorë shpesh. To ka fjalë për Partinë Demokratike. Pastrimi i shtëpisë. Ka marrë nga është ajo thënia biblike që ke parasysh, pastrimi i shtëpisë nga tradhtarët, nga pabeset, nga pisat. Për respekt shumë kemi për doktorin, dihet ajo gjë. Gabimi ti i madh ishte që mendoj se solli lulzimin, po nuk, do me thënë, me një lule zvjen beari. Bas të parës vinë të tjera. Bas të parës vinë të tjera. Doktori është vetëm kandidat për kryeministër, se ti ke qenë brenda, nuk e di. Ne. Tani kandidate për kryeministër, i Partisë Demokratike është doktori. Po bravo, bëri gabim që ala partinë... E rekuperoj. Po pse më dëgjojnë 5 vjetë më vonë, Nida? Kur unë 5 vjetë para i them gjërat i shtreti? Apo nga që i them... Nuk ishte spaku atër, po... Spaku... Erdi pak më vonë. A ti tani më falë, se ti dole nga brënda. Po. Më të mbaj mënë ke pasi 8 majta. Mos ke dalë me 8 djatha? Jo. I detë e mija vazhdojnë dhe qëndrojnë të majta. Po? Dhe besoj... Nuk jeme doktorin me fërë. Se doktori Majtës e po një... Jo, pa doktori tani... Nuk jeme doktorin. Doktori Majtës, origjinën nga partia më me ka, nuk e më ondo tani. Po e nese, konservatori djadhës. Po s'ka gjë, po është kuadro i vjetër. është kuadro i vjetër i partisë mëmë. Më falë. Do me thënë, më duket e ka tesrën në një vit me Revekën, më duket. Mamaj me mbanë akoma, e ka tesrën e kuqe atje, e lënë të avolinë, thotë, unë dohet e të votoj. Dëgjoj, ti kujton se Reveka erdi për mua në Big Brother, ka ardhur për votim e zhej. Do votoj në 11 maj për shokët, edhe pastaj do iki. Po ti do votoj si Rebeka? Dëgjoj, nuk prishet tradita familjare. Ne votoj Majtas. Ne më thatë se mos ketë nga Big Brotherit, se nga burgur që thua ti, se më bë fillon, pas mos ketë, se një u del me idet të reja, mo. Si jo, mos ke shkuar djathas. Flamuri jonë është kuqezi, gjaku i dëshmorve është i kuq, ne do e respektojmë gjyrën e kuqe. Pra ndaj ka marrë dhe kështu sot në studio. Simbologjia. Me që se kalori nga numerologjia. Qardoj të thua është ti, unë dakord me ty do jem, gjithmonë. Jo, nuk ka rëndësi, jo, dhe unë të gabime të klasë. E pesi e tha, Anita, simbologjia. Ishe duke menduar gjëra tjera. Me siguri. Në fakt ishe duke menduar komplet numrimin e votave në mendjen time, po kjo është histori tjetër. Në fakt në ekran u lexove ndryshe, sikur ishte e përhumbur. Do është a ishte impakti Laertit. Laert, një nga shprehjet që ka ngelur në fakt dhe përdoret dhe si në formë batute, ka dramatizuar pak edhe se duket sikur ka qenë vaki dhe jo sikur ka qenë një spektakël ti ke fund. Ka një super spektakël, një mrekullueshëm, super sfidë. Ti ke një shprehje shumë të bukur që thuat 7 mallkimet e Zotit. Problemi është se pyetja ime është pak ndoshta edhe çamarroke po i quaj kështu. Po pse nuk i shpjegove cilat ishin këto 7 mallkimet e Zotit? Se e the, po nuk e vazhdova. Se ka një histori biblike në këtë. është si puna e priftit e thot, po. Janë 7 mëkatet e vdekshme. Ato janë 7 mëkatet e vdekshme. Numrojmë në një nga këto. Numrojmë në një. Po, është lakmia e para. Etja për para. Si e me lakmin ti? është, jo unë, do t'ja dërgoja unë ati i thesh. Po, në të një po flasë të është gryksia. Po. Gryksia. është mos duaj kur gjën e tjetrit, që këtu përfshihet edhe gruaja. Po. Dhe... është mos vidh, mos vrit? Po, mos lakmon gruan e tjetrit? Po, edhe është... Po, sot moda është lakmon gruan e tjetrit. Pastaj, tradhtia... E kupton që gjitha këto mallkime që ti po i çoje ati, sot janë realitete. Po, a i bëri, e di unë. Nuk e di unë për atë, se se bajmë më kuja thoje, po 7 mallkimet, po sot e në gjëja më e zakonshme dhe në Shqipëri. Mua më pëlqeu ai përshkrimi që bëri Enida pak më parë, bilojën time, unë pikërisht u futa paga shumë
paga shumë u përpoqja që të ruaj këto parime. Sepse në qoftë se kombyun i vogël shpëtoi eci ndërshekuj dhe i bëri ball shfarosjes, i bëri ball coptimit të kufive, dhe prandaj sot flasim për Shqipërinë administrative, Shqipërinë gjeografike dhe Shqipërinë etnike. Domethënë, jemi vetmi popull që kufizohemi nga njerëz që flasin të njëjtën gjuhë. Hyra pikërisht për këto parime. Hyra në një lojë që nuk kursen, ose që garruesit e saj nuk kursyen asgjë. Nuk kursyen as etiketimet poshtë brezit, as përbaltjen, as fyerjet, gënjeshtra dhe shpifjet jashtëzakonshme. Unë u përpoqja të ruaj disa ato parime që më kanë rritur prindrit. Dhe na kanë rritur prindrit gjithve me ato parime, po i harojmë. I harojmë dhe kur harojmë, mendojmë se mnia e Zotit nuk do bie mbi ne. Po herë ta vonë bie mbi ne. A mund t'i bëj një pyetje? Po pa tjetër mos ka foleje, mos ka foleje si dhe a qafër shjo. Jo, më tregoj pak shumë me parimet, aty u kapa dhe më. Se ne jemi kështu. Dhe mos e fut në moral të thellë, se ka dalë nga burgu sa po. Ajo skena me... Përse që i ke konë gjëra një... Ki kujtë se kam shishën në dorë. Di. Po s'ka që bërë jam mund, kështu që do të... Po përbashkë e një që gjatë... Nga burgu syri bakër për çdo gjë, shumë mund të vete në gjunjë. Një video jote virale ishte kur një moment e se unë se ditë është bërë virale, ha? Po, është bërë shumë virale, që shfaqeshe duke ullur të mbadhurat. Ishte një moment, ishte një ëndër e keqe, ishte një... Sepse njerëzit duke parë aktorin Lajert Vasili, sigurisht që ishte edhe një lloj shoku. Pse? Po flasë për opinionin publik, nuk po flasë për mua. Po jo, në një është se... Çfarë ndodhi? Jo, dua të di çfarë ndodhi me ty. Gjatë kohës së realizmit socialist, në kinema kishim realizm sovjetik, jo socialist, ne nuk jemi mësuar të shohim protagonistin, për shembull, në një skenë që mund të dalë nudo. Po ke parasysh se ato të lagjes që kapin fajtën, turp, që bëjnë kështu? Dakor, njeriu kur është në shtëpi harrohet, mund të rregulloj dhe pantallonat, mund të rregulloj këmishën, mund të harova në një moment i shkreti, po s'është do një hata. Do ishte e rënd në qoftë se do ja kisha treguar dikujt. Po, kjo do ishte e rënd. Unë thjesht sistemova armaturën edhe kaq. Megjithatë, unë një kuriozitet kam, po këtë e kam femëror. Po jo për këtë, se ke për këtë e Nida. Jo, se kam për këtë, jo. Po këtë jo, se pa gjithë Shqipëria s'ka nevojë për të parë. Të paktën e dia që e Nida s'de kishte për këtë. Jo, nuk e kam për këtë. Kuriozitetin e kam. Përgjithsisht, durimi i meshkujve në tërësi, flas, kur kanë femra të një që te kalojnë posesivitetin absurd, le të themi, kanë një reagim dhe reagojnë. Përgjithësi mashkulli shqiptar të paktën nuk është nga që ëmbël në reagimet emocionale. Ti ke patur disa momente dhe mbaj mend një nga ato skenat ku duhet të lidhe me pyetjen që Anduena të lidhi për shtëpinë, kur ti vendoset të ndahesh. Për mua ka qenë zgjidhja më e drejtë dhe koherente që ti duhet bëje për atë që ishte qëllimi jot, pra i qëndrove vetes dhe qëllimit. Mbrapa pate një sulm të frikshëm, sinqerisht. Unë e shija nga jashtë dhe thosha si ka mundësi të durosh deri në këtë pikë pa e cënuar. Dhe këtu dua të di, aty ishte Laerti se është Laerti kështu, apo ishte Laerti në rol që duhet ruante atë gjakftotësinë ndaj një lloj, sepse për shembull me zotin Ferra, mos gabojmë, ti e humbe kontrollin dhe në një moment realisht e humbe, dole jashtë binarëve, me të drejtën e kujdo që provokohet deri në ato limite. Por në rastin tjetër, a ishe Laerti që njohim ne, pra a i që ka parë dhe publiku në këtë studio, apo ishe Laerti aktor? Mendohet që përgjigjen ti sa të bëjon një koment bëj pyetjen e Enitës. Do të thonë, bëri një pyetje gjatë dhe dha 3 përgjigje hipotetike brenda pyetjes. Ti mos zgjidh një nga ato, ti thua një tjetër. Dakor. Se ta sugjeroj dhe përgjigjen. Në s'ka që i penjuar, diçka për i ndodhë. Një plur... Shok emocional. Një plur magjik. Kolla dhe dashuria nuk fshihet do të thot po. Nuk fshihet. Po shohë unë shenja të dukshme.
Kisha parë, që mirë që bëm Unë pyetje. po përgjem duke parë kamerën, ju e nidën se mund të bllokohem. Po, shif kamerën. Dejse, faleminderit sërish Anita për pyetjen. Po, dhe thua shfaleminderit edhe për përgjigjet. Edhe për përgjigjet. Po, çështja ashtu që jo, atje në qoftë se do isha në një çast Laerti aktor, se në Shqip po aktron ka kuptim paragjykues, ose konotacion negativ apo pejorativ, i thonë da në Shqipen e re. Jo, ishte Laerti i cili duronte sepse kishte vënë një qëllim. Dhe nëse më mësoj një gjë, ai spektakël, ajo garë, më mësoj këtë gjë që njeriu po i vuri vetes qëllim, nuk ka gjë që nuk e përballon, që nuk ja del. Dikur në kohën e diktaturës proletariatit ishte një shprehje, me që më ngacmoi zhej, që thoshte s'ka kala që nuk e marrin komunistët. Krijuan njeriu në ri, i cili ishte po ai njeri i ri që krijoi në 97-ën. Pak e rrezikshme kjo, eksperimente sociale, dhe tani po i përgjigjem pjesës së dytë të pyetjes, mund të çojnë në atë çakërdisje që pati ish miku im, që s'dua t'i përmend as emrin më, dhe mirë që hodhi balë mbi mua, por preku dhe emra të njerëzve shumë të dashur për të dy ne, dhe doli ashtu si doli me turp, dhe që sot akoma edhe kur kalon në pedonale në teatrit njerëzit kthejnë kokën nga ana tjetër. Okej, tani për fat keq koha marrë shumë shpejt, dhe kam vetëm hapësirë për një pyetje. Të dëgjova më vëmendje kur fole për eksperiencën, kam dëgjuar dhe më parë në bisedat tona private, po me që është publike, emisioni është publik, pra ti tregove dhe zbulove ke vete një rezistencë psikologjike dhe psiqike që nuk e ja një ke vetës. Ne kur kemi folur bashkë përpara se të futesh, thashë që është një maraton. Maraton, po. Maraton. Dhe ti e zbulove këtë. Mirë, po heq unë një paralele. Në një intervistë vetë shpjeguese të kryeministit Rama, që sot kërkon mandatin e 4 për shqiptarët, një nga virtytet që ai një vetes për të përballur me armiqt e tij të brendshëm e të jashtëm, dhe brenda partisë vetë dhe kundërshtarëve, që durimi. Personat me durim kanë pritur, dhe më kam për shumë përshtypje, kanë veçuar, ka thënë shumë fjalë, ka ofruar bande fjalime shumë gjata tani, po problemi vetë. Por këtu ishte shumë interesant, durimi, se unë durova këtë dhe unë i di shkallëzimet që ka duruar ai, pak disa, mund të ketë shumë më tepër durime. Pyetja është që, ore ti tani që i tregove vetes që në atë burg të zhurmshëm durove dhe rezistove dhe dore në finale mund të ishe fitues pa diskutim, mund të ishe çdo gjë. Mos i gati për politikë, se është dhe prova durimi, se këtë ke pas gjithmonë me rakte, kur bisedonim ne, kur bënim në qasje politike, s'kam durim, s'duroj, presioni. Mos i gati tashmë. Mos ishte një palestër dhe ta mbyllim me këtë politikë. Ma more nga goja, po. Ta mbyllim me këtë. Po, Big Brother për mua ishte, e kam thënë dhe aty brenda, ka qenë njësoj, në brezat e më pashëm, ushtria ka qenë 4 vjetë, ku hynin çuna dhe dilnin burra. Dhe gjëja e vetme, më e pakta që ndodhte ishte të kalitej durimi. Unë e kam thënë aty brenda, është një libër i Ostrovskit që thotë si u kalit Çeliku. Dhe aty kuptova që në qoftë se do të marrësh përgjegjësi madhore mbi supe, si ishte i Pavli Korçakov, jo. Nikolaj Ostrovski. Jo. Pavel Korçakovski. Po, Pavel Korçakovski, po. Personazhi kryesor. Po, pra një shprovë kujtesës, po, Pavli. Ka qenë një libër me kopertinë grinë të zezë me shkronja të verdha, titulli. Pra, në qoftë se do të marrësh, ose të flasësh se Shqipërinë nuk e shpëtoi Shqipërinë nuk e shpëtoi dot unë, Shqipërinë e shpëtojnë shqiptarët.
por nëse do të flasësh, apo të marrësh në subet e tua ide, apo qëllime sublime, si që janë bashkimi i trojeve të shqiptarisë, pikës pari duhet kalisësh, duhet bashkosh trutet tua njërë, dhe... Troj ke bashkuar. Do tjetë, tani me që tjenë erdhe në shtëpi, njëse erdhe dhe njëherë, falenderoj. Dhe i themi kësaj teme, një përgjigje flesh, kisha unë dhe tje dhe përgjigje. Pa ti e gati. Më duke është gati. Okej, falenderit Enita Buzheku, falenderit Antonella Labani, falenderit Ert. Ishte ky emisioni jonë i saj të ete, që është emisioni fundit para zgjedhjeve të 11 maj. Në datën 12 që është të hënë, ne nuk do t'jemi, sepse APC do ketë një maraton zgjedhore cila do të vazhdoj pandalim dhe do drejtohet nga Sokol Balla. Ne me kismet të shifemi të ejtën tjetër si sot java. Deri atere, bidhi mendjen për këtë votoni, e rëndësishme është të votoni, dytësore është për këtë votoni, sepse 1 në 4 vjetë keni të drejt të bëni një akt dhe të mos dërdëllisin pa fund në për kafenera. Votojmë, bidhi mendjen. Natë mirë.